Alo, mi mbrëma, me kush është telefoni, lutem? O gazo, po ku je më lale, ku je mërdaj? Ata janë kësha se me gjitha te me shëndet, unë desha të pyesja me shëndet si jemi ku im? Nga shtëpia vetë, me këto pushime, me këto hallë, me këto problemet. Miku im, ne kemi një temë të bukur sot, një temë të lezetshme, më mirë një punë në shtet apo një punë në privat. Kjo është tema sot që kemi hedhur në rrjetet sociale, pse jo në gjithë dynjan në këto momente. Po. Si është situata në Durrës, miku im? Mirë, besoj se kanë mbaruar, kanë ikur turistat, apo kemi akoma në Durrës? Po? Mashallah, vetëm si vjetë mos u qani, ka qenë të gjithë plot, apo jo? Keni qenë, do më dhënë të gjitha restorantet plot, hotelet plot, taksit plot, të gjithë ka qenë me zoti para në mbrapa, kemi qenë mirë si vjetë, apo jo? Ata janë kësha zemë. Unë të uroj miku imi, javë të bukur ty dhe familjes tënde. Kisha me një ku i zëmra ime, po, e gjeni dot? Jo, zëmra ime, nuk janë alga, doja themi në fund të emisionit. Jo, respekte. Opa, Aldo, nuk ka si të ndodhin ndryshe, Aldo, 069-3650. Nami për kujisi që kemi erdhur. Eshi diçka jeshile, në fund të detit qa vetëm gur. Kush është? Kush e gjen në fund të emisionit ka, do në hapi emrin, adresën, në qoftë se është shift, ekipi dhe stafi që e ka gjetur pikërisht këte, do ju çojmë në një restorant, ose për peshk, mi mbrëma miku im, kush është telefon këto momente? Teng sha zemrën tënde do të dëgjoj se s'bën në Cerik, në Belç, në Dumre, në Kuçov, mi mbra. Do ta themi zemrë. Mi mbrëma miku im, jemi me mikun tim nga Ceriku, një nga miqtë e mi më të mi. Mi mbrëma gjigant. Si gjithmonë. Si është situata? Miku im, një temë kemi më mirë një punë në privat apo në shtet? Po. Po. Është shumë e saktë fare, një gjë, domethënë është shumë e saktë si ide. Po. Po. Jashtë mase. Politik, është me politik, ky është me pësendo, kaloj këte, me pëdem, me LSI-në, miku e mbaroj. Plus dhe ka valë që, po, shumë e saktë, shumë e saktë. Po? E di. Po. Është shumë e saktë. Po, mi. Ja, ashtu është. Ja ku e ke punën, vazhdo.
Opa, ishim me mikun ton, në 6-6, dëgjojmë në Elbasan, Librash në Cërrikun e bukur, por mos haro, të gjithë emigrantët kudo që janë, mundojmë shkarkojmë aplikacioni Radio Eurostar. Presim telefonat rast. Alo, mi mbrëma. Alo, mi mbrëma. Mi mbrëma o gjigant, o ylli krujës, si jeti më? Mirë, më mirë një punë shtet apo privat, dua opinionin tuaj si djali më i vogël i grupit që je. Po? 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 E shumë e qartë miku im, po? 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 O zot i madh, po e shumë e saktë, shumë e saktë. Bravo të qoftë për këtë mendje. E zi zemra ime e di dhe unë të uroj një mbrëmje të qetë dhe faleminderit për telefonin. Po, një përshëndetje, aman, e ken majtë gjus, më thuaj. Po? 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 Nuk e di, për këngë është i ke vështirë, se ne nuk kemi emision për këngë, ne bëjmë edhe përshëndetjet nga vash, atë keq. Me kismet zoti, po. Po. Opa, ishim me mikun ton, me Gjigani, 069 36 50 94.4, 96.6, çdo ditë me Dajon Asite, anë e premte, nga ora 4 në orën 6. Por mos haro, faleminderit shumë të gjithë ata që na kanë besuar për këtë super emision. Mos harrojmë Giganin Samina Kozmetik, një nga miqtë e mi më të mirë, një kompani gjigande në çdo cep të Shqipërisë. O zot i madh, është futur kohë të fundit, e ka gjithë dynjaja parfumin kriminal. Faleminderit Aldo, publicitet. Po qa po bëda, nuk po marri vesha, qa po bëda. Jemi live në këto momente, o dajo ku je, o të rend ko burja në ale. Faleminderit bari, nuk na bje ko burja në ale, bje 13 që në ale. Ku je me Olci, ku je me Olc Firaku, ku je me Olc Firaku. Të rruj zot inshallah. Ku je o moderator me shkollë, faleminderit o Bet Shamada, ku je me Bet Shamada. O Saldatore, o Benusho, 069 36 50. Ky është numri joni telefonit. 069 36 1 2 3 4 5 Radios. Ja. 069 36 50. Respekte Amerika. Oh my god, o ju jastir më i mirë respekte. Martini. O Alilo, po si jemi se më. Alili isi. O Juen Sulaj. O dajo gangsteri, ora kam një orë që bie Delizen. Respekte Saldatori nga Berati, është live tani, është live në radio Saldatori nga Berati, po e sakt. 069 36 24, po e sakt. 069 36 50. Respekte miku im. Aldo, ajna be qik pin këtë numrin e kësaj që ta marri, numri radios. Pin. Ha? Ku është? Pin komend? Faleminderit Kristo. Shikoni numri, ky është numri radios, 069 36 50. Nami. Pi, ore po shkatron fare. Ja dajua me qet kastrati. Ja ku e qet kastrati. Ja selita, ja. Po ka lezet e vlla. Qet kastrati nga kuksi dhe emri është selita. O daj, po pse s'ja vure kalis, a shëmëri,
a vil, abuz madh, accesja avure, o qetë kastrati, o qeti të e këtu i ku inshallah o zot. A respektet qetë kastrati, një nga miq tanë, gjiganti i kompanisë Mercedesit, e rruj zotin, ju e nësule, o daj, o të janë kësha shpirtit. Jemi dajon në emision brillant 069 36 50. Faleminderit shumë sponsorat tanë që në bën emisionin më gjigant. Faleminderit shumë, e dini vetë ju. Faleminderit Samina Kozmetik, faleminderit Katalizator Tili, faleminderit Bojaxhi Niku, faleminderit Dytë Shisha, faleminderit si dhe se elitën terminal. O zoti i madh, o zoti i madh. Si dhe se elitën të odaj nga bëj një përshëndetje, të rruj zoti Grigor Geri, respekt nga quna dhe Alilajt, a respekt e Geri të rruj zoti, Supermeni originali të rruj zoti, falemderit shumë, jemi live për qefin ton quna Supermeni. Ja? Jam babuq Berati, 12 narise ati. Ja bito banda, butu çanta, la li la la, busu çanta, busu banda, la li la. Opa Kozaku, respekte, a respekte Kozak bracia, o giganti Kozak bracia. O, altë do të avem që këngën e Aman të lutem, e kënë të rezi, qamë të në kraj edhe opa. Sa të rezi e ke, qamë të në kraj edhe opa. La. Qamë të në kraj edhe o bura ku të pëllësasin o dajo. Theodor Bakiu të përshëndesi. Po që ushini unë gjesh mi gujim që ushie mirë të uroj Theodori Bakiu. Faleminderit shumë. Të gjithë ju që beni emisionin më brillant, faleminderit shumë. Evi Detal Collection, një nga kompanit kryesore. Me dajon, ajo meret, s'ka njeri tjetër. Vetëm ajo e merë për si për dajon, nuk ka të tjetër njeri. Faleminderit shumë. Edhe opa dajon terminali, edhe opa. Faleminderit shumë të gjithë ata që bëjnë të mundur emisionin, faleminderit shumë terminali, Santiliano që do bësh mos rëfare. Faleminderit shumë Santiliano. Çaj ke dhënë me vitrin. Ju lutem shumë, sponsori kryesor të flasim me stafin e terminalit, më duket se më ka berdem, ju lutem shumë, meni masa, çoni juristët, çoni avukatët tek terminali, ju lutem please. Unë duhet të pagujem për si të punën që mire me ti. Pa me rakfare, kompani Sevi Detal Collection, do t'japim vështirësi pune, do t'japim sheqer, vezë dhe qumësht, edhe çamtë në krah dhe o bura pasaj. Ora kujdes ashensor dhe. Ju e keni, gjeni ku isin, kur pia mita, qa ke pje më për para? Gjeni ku isin, kur pia mita, qfar keni pje më para? Se po qeshë dhe gotët e stafit. Përshëndesim gotët e stafit me kusht. Pish, katro, por mos haro, qamë të në kraj, edhe? Jo, Sulejman, jo gjëra të tilla, Sulejman, të lutem. Jo në Instagramin tim të tilla, Sulejman. Përshëndesim stafin, respektem. I ruj zoti stafi më i mirë për krejtëve. Oje. O zot i madh, O daj respektin nga Gjermania, alles gut, Gjermania, ja. O Thanas, love, e di. Respekt e Thanas, të ruj zotin. O Kristo, faleminderit shumë Kristo, dajo të dua shumë. Edhe o Elda,
Elda, të lutem, Elda, please. Mos që dam ti cosa stavi. Nein. Opa, nuk ka si të ndodhi ndryshe, jemi e dajun asirit me lotën e bukës do thahet kur, por ne presim telefonatëra. Pronto! Përshëndetje miku im dhe kush është në telefon këto momente? Alo, kush është telefoni, lutem? Alo? Edhe njerë kush jeni, lutem? Alo? Ecim me apin e kohë 069 36 50 94.4 96.6, presim telefonat ras. Alo, mi mbrëma? E nuk ka si të ndodhi ndryshe. Jemi me mikun ton, me djalin më të mirë që ka Beradi, një djal me temperament, me logjik, me bagazh, me një shumë punëtor, një djal që ka anxhesi që merret me transport madrash. Mi mbrëma Beni, kënaqësi që jemi bashkë. Amin o Zot, beqe, para se të futemi në linjë, të lutem, dua të më japësh një opinion, çfarë bëhet në qytetin e bukur Beradit ose ku ndodheni ju në këto momente, miku jem? Ka filluar lëvizja? Besoj se Beni, besoj se ekipi juaj, stafi juaj ka shkarkuar aplikacionin Radio Restar, apo jo? 25 veta, Beni si të lutem shumë, miku im. Unë dua një opinion nga ana juaj si drejtor marketingu, si pronari i asaj teterie ku ju punoni. Të lutem shumë, më mirë është të punosh në shtet apo në privat, Beni? Po? E shumë e sa ka do përshëndesim sot, miku im. Edhe njerë ku isi kështu, është një diçka jeshile që futet në fund të detit dhe anë vetëm gur. Çfarë është? Kush? Jo, do ta themi në fund kush është. Faleminderit. A respekte miku im në këto momente Aldo ne përshëndesim Perde Santiliano janë miq tan, çuna vëllezit nga Elbasani për gjithçka, ju lutem, nëse ka ndonjëri diçka për të bërë për zyra, për restorante, Perde Santiliano e gjel e Elbasan, është njëshi sot për sot. Edhe njëre këtë të thjesht fare, futu në Instagram dhe ciklo, Perde Santiliano, por mos haro të t'i thuash, më ka quar dajo e jastirit dhe çunat të marrin, të rregullojnë. Edhe në qofë se s'ke lek, rregullohemi rrugës. Faleminderit shumë, Perde Santiliano. Eci me apin e kohë 069 36 50 94.4 96.6 dëgjohemi në Elbasan, në Cërik, në Belç, në Kuçov dhe në çdo cep. Por mos harro, të gjithë emigrantët kudo që janë, mundojmë shkarkojmë aplikacioni Telefonatera. Pronto! Përshëndetje miku im, kush është në telefon këto momente? Oj, o gjigant, qa bojme lale, si t'kam? Në vijat përgjishme mi mirë, miku im, të lutem shumë. Më mirë në shtet apo në privat, ku është Terezia më e bukur me ëmbël? Atere, vetëm, e? Po, gjigant, u turoj një mbrëmje të bukur dhe faleminderit për telefonatën. Oba, respekte, një nga miqtë e mi, Karotrej Zlloçi, është një gjigant i paparashikueshëm, ai rritet rrugë Elbasanit, është një nga miqtë tanë më të mirë. Presim telefonatën, pronto! Përshëndetje miku im, kush është telefoni, lutem? Olsi mi mbrëma, kënaqësi që jemi bashkë. Në vija të përgjithshme, Zemra ime, është shumë e vështirë, zemra ime, një trafik i paparashikueshëm, ti tashmë e di, është rritur bursa, dhe në momentin kur ne jemi stacionuar te terminal Lon, që aty e gjeni dajon ditë për ditë, pse jo dhe telefonata tona janë bërë të pakapshme. Olsi, si është situata dhe ku ndodhin këto momente? Në shtëpi, të lutem shumë, më mirë të punosh në shtet apo në privat, Olsi? Si që jemi vetë. Olsi, ka do përshëndesim sot gjigant. Po, tjetër?
Oh, faleminderit shumë miku im. Mos harroni datë 27 shtator, nami tashmë është vendosur rreth orës 19:00 deri në orën 22 ose 23 pa. Festohet, organizohet një nga ditëlindjet më gjigande, më të paparashikueshme pikërisht te Terminal Lunch. Ju lutemi shumë, ju bëni gati vetëm piruni, thikën dhe lugën. Të gjitha gjërat e tjera është një ekip, është një staf që merret me ne. Faleminderit shumë Terminal Lunch Bar, faleminderit. Oba, ishim me Orçin Aldo, ke shumë të fara nga Orçi, një miku jon, 069 36 50 94.4 96.6. Telefonatera, pronto! Iku Aldo, por mos haro Aldo, nëse shpishu kastofoni Aldo, e ke të thjesht fare, mund të ikësh te servis kastofon Flo Ersi. Aldo, më vë një këngë të bukur, o zoti i madh me të prerë damarët, apo do pres telefonatën? Ha? Do pres telefonatën apo? Në këto momente, Aldua, e kemi bërë gati këngën. Aldo, çfarë këngë kemi vënë Aldo? Aldo, apo do vëmë atë? Unë kisha qef të vija atë Altin Sulkun me Anila Mimanin atë. Anila Mimani me atë radion. E mbyll dhe ti e para. Po pse keni vënë? O bedi, dajdi, o stege vjetër, o rrugice vjetër, o limande miri, ku jem limande miri. O bej, dajdi, 01, o të rujë zoti ty dhe familjen tënde. Falenderit, respekte Benzi Zi, 101 më e mirë për kreve, shumë atë ju zberishit, ju rujë zoti. Respekte, kemi mikun ton, Karo Trezloshi, që ndodhet të rrugë Elbasanit, vini, respekte. O Luciano, zjar Luciano, zjar. Pi për ty. O Lizoto, evo Nalke, evo Korça këte ore. Evo dy vejta ore, Pojani, Liboniku, Sheqerasi. Opa, redaj, opa! Te daja, më të rujë zoti. Bede përshëndet gjithë këto që ndjekin dajnë astirën, kongonin e kapedanit, kongën kapedanët. A respekte, o kapedan, kemi atë këngën e kapedanit e, Aldo? Këngën e kapedanit? Kush e këndonte? O dajto, kush e këndonte? Jasha Vilconi, respekte Spanja, o Spanja, hola, cicata! O të rujë zoti, inshallah. E gjete kapedanit? Se ty, tjo? Po kjo çuna della lajt, kush e kjo çuna della lajt? E ke këtë? Po çuna della lajt. Thot Olci çuna della lajt. E kemi 3 dozat. Ergy syka. Mandin i shtulla thotë, kapedanët. Se kemi? Nuk e kemi. Atë origjinale. Atlet origjinale Belg. Ecim, nuk ka si të ndodhe ndryshe, jemi live në këto momente me Bitri Vilson që na merr nga Spanja dhe na uron një emision të mbar, jemi dhe me çuna që shesin atletin nga Belgjika, a respekte, mi mbrëma? Alo, mi mbrëma? Dhe nuk ka si të ndodhe ndryshe, merr çantën në krah dhe ti ikën nga të tuash, dhe kjo është Evi Detal Collection. Mi mbrëma Evi, kënaqësi që jemi bashkë, unë duroj juve, stafit tuaj dhe familjes tuaj, një javë të bukur, një javë të lezetshme, sado që gjethet kanë filluar të bien nga vash, pikërisht këtu është zanati juaj që deshe dhe erdhi ora dhe momenti pse jo të na flasësh te ky emision. Po.
Të lutem, Evi, please, Evi. Qa ka barkur zjen bardaku, nuk mundem, please, Evi. E ka faj në si terminal. Evi, ne kemi një temë të bukur, një temë lezetshme sot, më mirë një punë në shtet apo në privat? Po. Megjithatë, kompania jon mund të vete një autobus duke patur 25 veta në punë, mund të vende një fugon ta pini kafe në mëngjes ande. Evi, po të futu direkte në lojë, ju lutem shumë, më mirë në punë për shteti apo në privat? Jo, nuk ka, jo. Është shumë e saktë me kisha ime, po shikojmë në rrjetet sociale. Po shikojmë në rrjetet sociale, nami me disa postime që ju kishit bërë, ju lutem shumë, si vete situata e pikërisht të biznesit tuaj, e Evi Detal Collection. Ju lutem shumë, do të punoni shumë, se mua vetëm fullani më markon, ta dish vetëm fullani, prandaj thoj gocave të punoj fort, Mos haro, të lutem shumë, mos haro dhe ato 2000 lekëshen që ke në portofol, mundo të pish një aranxhat. Më thuaj. Po. Oba, faleminderit shumë. Ishim live për shefin ton. Ecim 069 34 50. 94 94. Presi telefonatera, pronto. Niku mi mbrëma o miku më i mirë. Një nga miqtë e mi më të mirë mbi Galia, një taksist i vjetër, një turku vjetër, Çok Gjyzel Arkadash. Miku im me 3 fjalë të vetme, ku ndodhin këto momente si është qarkullimi. Mos e bëj emrin të lutem, please, no emrin. Bravo. Jo, në qoftë se ke të dëshirë Niku dhe e japim. Në qoftë se ai është treguar gentil me ty. Po do me thënë që i bie restorantin, ne nuk i kemi detyrim, apo jo? Bravo. Niku, si është situata? Si është qarkullimi? Le të besoj, Po. Po. Niku, më mirë në punë në shtet apo në privat, Niku? Kjo është tema sot e ditës. E di që ke të rjetër, Po.
Pse, Niku? Po? 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 Respekte, Niku, nuk ka si të ndodhi ndryshe, Niku. Plasu, allakatu nga të duash. Por, unë dua ka do përshëndesim sot, Niku. Po, respekte. Faleminderit shumë, Niku im. Niku, të lutem, Niku, mundo të kapësh në urdhër, mos ta merr në sysh, Niku. O zoti i madh, po. 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 Mikun ton, po. Opa! Ishim me një kalin, me mikun ton, një nga taksistët më të mirë që rritë kulla pinjake që Dajo ka shumë gjanë, jemi live çdo ditë me Dajo Nastirit, çdo ditë nga dita anë dhe deri ditën e premte. Presim telefonat e ra, pronto! Mi mbrëma dhe ku kam më bukur të flash me mikun ton. Tashmë ju e dini të gjithë që unë kam qenë familje oficeri dhe ball për ball kemi një oficer. Ylli mi mbrëma kënaqësi. Mi mbrëma miku im, një javë të bukur juve dhe familjes tuaj të mrekullueshme në atë paskuqan që dita ditës bëhet më brillant. Por prandaj e kam bërë për treqë ty një, nuk të lënë të gabojnë, është një staf, është një ekip që merret me temat. Ju lutem shumë ylli. Bravo, po. 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 Kompania që unë përfaqësoj, nuk zbaton ligjërinë e shtetit shqiptar. I kanë palë zakosme, pa pushim javor, pa raport mjekësor. E shumë gjëra tjera. Po? Më mirë shtet. Ylli unë të uroj një mbrëmje të bukur dhe faleminderit për telefonat. Oba! Ishim, mos harro, paridhje ka nisur, ku icin, por nuk po i gjen njeri, kush është diçka jeshile, Aldo, në fund të detit, Aldo, që ajo vetëm gur, Aldo, s'po na i gjen njeri, Aldo, të lutem parid na i trego, respete nga lefkada në këto momente, nuk ka si të ndodhi ndryshe, në këtë emision brillant, që tashmë, allakatu, shkatron nga të duash, mos haro jetë e radio 94.4. Jemi lotin e bukur çdo thahet kur. Por mos haro. Faleminderit shumë të gjithë sponsorat ta. Faleminderit shumë Samina Kozmetik. Shaga, Gjikandi, respekte, publicitet. Duke dëgjuar Nertila Vreto. O parido, o të keqen dajua. Po s'po e gjen njeri, o parido. Dhine. E kushtja bej moj dajos, kafene, e kushtja bej moj dajos, ka. Nuk e ka. Çuna de la lajt, nuk e ka. Babaj, kafe, nuk e ka çuna de la lajt, terminali, nuk e ka. O, bare dajo, oba. Respektim, Dajo Asiri, përshëndet, Albani nga Kuçova me këngën e Nertila Avredos, që po jipe tani Olsi, nami, ju ruj zot, inshallah, ju ruj zot. Itja bej moj, e kushta doja, Elio ti tha moj të ma,
Martoje. Mundoni të shkarkoni aplikacionin. Nga që pëlqen garat. Cila është gjë? E gjatë që pëlqen gratë. O daj, më jep një slims. Mi jep një slims të lutem, mi jep një slims. Mi jep një slims të lutem. Dajo, ciao, dajo, che dai controlli fare la stizza, va bene. Kështu. Opa! O hermano, po si o hermano, o të rujë zoti. Aty poshtë keni numrin e radios, 069 36 50. Versace, dajo, ciao, dajo. Dal nga kontrolli, fare, astiri, qarë bëjë kështu me dajo. Versace, o të rujë zoti, Versace. Opa, opa. Yrimoda qeve. O dajo, do vish për kafe. O Fabio, jam në emision, Fabio, të rujë zoti. Dajo, asirit e ke në emision çdo ditë nga dita 9 deri ditën e premte, nga ora 4 deri në orën 6. O Arbiono, o legend, o të rujë zoti. 069 36 50, numri radios. O bare, oba! Je i madh, dajo. Respekte Versace! Versace! Ja, dajo, s'ka Versace, dajo! Ka Massimo Duto! Ta përshëndesim, dajo, respekte Konstantini, të rujë zoti Konstantini madh. Faleminderit shumë, dajo, si përshëndet të gjithë emigrantët kudo që janë. I rujë zoti, o yje, o drita, o loti bukur. Ajde moj mere fruriken, ajde moj dir nga mali, ti moj darda moj rumbullake, ajde moj mere flur, ajde dir nga gjani, ti moj Tandalibi, a respekte o Tandalibi o të rujë zoti, a respekte Benzi 101 kudo që është në Ysberish i rujë zoti, Anestora, o Anesto, nga jeti më të Anesto. Dajo, me jetu me Milano, dajo, por me pas Versace. Do të vishtë astir, lidhe kokën me peshqir. E, Shqipe! Vetë për ty, e, Shqipe, të rujë zoti, shqiptar ku do që jeni. I të sen Niko 2. Aj moj që djali bukur, djali me mustache, ti mo. Fare, gjigant fare. Enea zekti, o Enea. A respekt, o dajo, do ma sjell të qoftet mira, pa tjetër, të enë zemën të enë, respekt të quna. Oba, oba. O Altin Guzi, o të rujë zoti, o dajo, o Elis Salo, më shkuaj qik në privato, Elis Salo, më shkuaj qik në privato, Elis i qiri në Münche, më shkuaj qik në privato, apo po gradeci këte, rodokali këte ore, tora, nga rodokali si pra mi poshtu bje ore, ajmo katjeli, rodokali, omejji, selca, Amita, o dajo patrioti B52, jo Amita, miku im, e keni parasysh vetë kur ke pirë diçkaç. Amita mbrapa për çfarë është? Kujdes, gjeni ku icin. Ja ku kemi ujin, kemi marr ujin e Çet Kastrati sot. Çet Kastrati nga Kuksi, ka bërë fabrik selite, është i bashkëpunim i dis Kuksit dhe selitës. Ju rujë zoti. O Fabio, të rujë zoti Fabio. Publicitet. Ju rujë zoti, falemderit shumë. Bilishti, o dajo, respekt dhe tota, 020. Të rujë zoti.